Ka momente në jetë kur një njeri largohet dhe ne besojmë se gjithçka ka mbaruar. Një telefonat që nuk e prisnim, një mesazh që ndryshon gjithçka, një valixhe që mbyllet, një derë që përplaset, një marrëdhënie që përfundon pas shumë vitesh, një mik që papritur nuk përgjigjet më, një familjar që largohet nga qyteti, një person që dikur ishte pjesë e çdo dite dhe pa e kuptuar bëhet pjesë së kaluarës. Në ato momente, dhimbja është aq e madhe sa nuk arrim të shohim asgjë përtej saj. Nuk mendojmë për të nesërmen. Nuk mendojmë për mundësitë e reja. Nuk mendojmë se një ditë mund të qeshim përsëri. Mendojmë vetëm për atë që humbëm. Dhe kjo është njerëzore, por ekzistojnë disa periudha në jetë kur humbja nuk vjen vetëm për të marrë. Ajo vjen edhe për të ndryshuar, për të detyruar një njeri të largohet nga një vend ku ka qëndruar shumë gjatë, për ta nxjerrë nga një marrëdhënie që nuk e lejonte të rritej, për ta shkëputur nga një kaluar që po e mbante të lidhur. Dhe ndonjëherë gjëja më e çuditshme është se personi që humbim mund të ketë qenë pikërisht personi që pa dashje po na pengonte të bëheshim ai që duhej të bëheshim. Astrologjia e lidh këtë periudhë me ciklet, ndryshimet dhe energjinë e transformimit. Jo sepse yjet mund të vendosin me siguri se çfarë do t'i ndodh dikujt, por sepse disa shenja njihen për mënyrën e veçantë se si përjetojnë marrëdhëniet, humbjet dhe fillimet e reja. Dhe këtë herë janë 3 shenja që mund të përballen me një kthes shumë të fortë emocionale. Një person i rëndësishëm mund të largohet, por pas kësaj largese mund të ndodhë diçka që sot ata nuk mund ta imagjinojnë. Mund të fillojnë një jetë e re, një jetë më e pavarur, një jetë më e sinqertë, një jetë ku nuk do të kenë më nevojë të kërkojnë vazhdimisht miratimin e dikujt tjetër. Dhe ndoshta, pas shumë kohësh, do të kuptojnë se ajo që dukej si humbja më e madhe ishte në të vërtetë një kthes që i shpëtoi nga një jetë që nuk ishte më e tyre. Shenja e parë është akrepi. Akrepi nuk është një shenjë që lidhet lehtë me njerëzit. Kur një akrep të lejon të hysh në jetën e tij, nuk të konsideron thjesht një person tjetër, të konsideron pjesë të botës së tij. Kjo është arsyeja pse humbjet për një akrep mund të jenë shumë më të thella nga sa duken nga jashtë. Mund të shohësh një akrep duke vazhduar jetën normalisht, duke dalë, duke punuar, duke qeshur me miq, duke postuar fotografi, duke bërë sikur gjithçka është në rregull, por askush nuk e di se çfarë po ndodh brenda tij. Akrepi mund të mbajë një dhimbje për muaj apo vite pa ja treguar askujt, dhe pikërisht kjo mund ta bëjë periudhën që vjen kaq të fuqishme, sepse akrepi zakonisht nuk ndryshon kur dikush i thotë të ndryshojë. Ai ndryshon kur përjeton diçka që e detyron të shohë të vërtetën. Dhe humbja e një personi të rëndësishëm mund të jetë një nga ato ngjarje. Mund të jetë një partner, një mik i vjetër, një njeri i familjes, ose dikush që akrepi e kishte imagjinuar në jetën e tij për shumë vite. Në fillim gjithçka mund të duket si katastrofë. Akrepi mund të pyesë veten: si do të vazhdoj tani? Pse ndodhi kjo? Çfarë bëra gabim? Pse ai person zgjodhi të largohej? Por pas dhimbjes së parë fillon një proces tjetër, një proces që nuk shihet nga jashtë. Akrepi fillon të kujtojë gjërat që kishte sakrifikuar, kujton ëndrat që kishte shtyr, kujton vendet ku kishte dashur të shkonte, kujton projektet që nuk i kishte filluar, kujton versionin e vetes që ekzistonte para se të lidhej aq fort me atë person. Dhe një ditë mund të ndodhë diçka e vogël. Zgjohet në mëngjes dhe kupton se nuk dëshiron më të kthehet pas. Jo sepse nuk e do më atë person, jo sepse dhimbja është zhdukur, por sepse ka filluar të kuptojë diçka shumë më të rëndësishme. Jeta e tij nuk ka përfunduar bashkë me atë marrëdhënie. Në fakt, mund të ketë filluar pikërisht aty. Akrepi është një shenjë transformimi, dhe kur humbet diçka që e ka mbajtur të lidhur për shumë kohë, mund të dalë prej asaj periudhe si një njeri krejt tjetër. Mund të ndryshoj mënyrën e veshjes, mund të ndryshoj rrethin shoqëror, mund të nisë një biznes, mund të udhëtoj, mund të zhvendoset, mund të rikthehet në palestër, mund të filloj një projekt që e kishte shtyr për vite, mund të vendos të jetoj vetëm, mund të mësoj një aftësi të re, dhe më rëndësishmja, mund të mësoj të mos e mazë vlerën e vet me praninë e një personi tjetër. Kjo është ajo që e bën humbjen e ardhshme kaq të rëndësishme për këtë shenjë. Sepse personi që largohet mund të marrë me vete një pjesë të së kaluarës. Por, pa e kuptuar, ai mund të lërë pas hapësirën për një të ardhme krejt tjetër. Dhe shpesh, pas disa muajsh, akrepi do të shoh prapa dhe do të thotë: nëse ai person nuk do të ishte larguar,
Unë nuk do të isha bërë ky që jam sot. Kjo është një nga ato fjali që në momentin e humbjes duket e pamundur. Por koha ka një mënyrë të çuditshme për të ndryshuar kuptimin e ngjarjeve. Një derë që mbyllet sot mund të duket si humbje. Pas një viti mund të duket si shpëtim. Dhe për akrepin, kjo mund të jetë pikërisht ajo që po afrohet. Por akrepi nuk është i vetmi. Shenja e dytë që mund të përjetojë një humbje të rëndësishme është peshqit. Peshqit janë ndër shenjat më emocionale të zodiakut. Ata lidhen me njerëzit përmes kujtimeve, përmes emocioneve, përmes gjërave të vogla. Një këngë, një aromë, një vend, një fotografi, një mesazh i vjetër, një filxhan kafeje, një rrugë ku kanë ecur bashkë. Për dikë tjetër, këto gjëra mund të jenë të parëndësishme. Për një peshk, ato mund të mbajnë një histori të tërë. Kjo është arsyeja pse largimi i një personi të rëndësishëm mund t'i godasë shumë fort. Peshqit kanë tendencën të idealizojnë njerëzit. Kur duan dikë, shpesh shohin edhe versionin më të mirë të atij personi. Mund të falin shumë, mund të presin shumë, mund të justifikojnë sjellje që një tjetër nuk do t'i pranonte. Dhe ndonjëherë mund të qëndrojnë në një marrëdhënie shumë më gjatë se sa duhet. Jo sepse janë të dobët, por sepse besojnë. Besojnë se gjërat mund të ndryshojnë. Besojnë se njeriu që duan do të rikthehet në versionin e tij të mirë. Besojnë se një ditë gjithçka do të bëhet si më parë. Por ka një moment ku realiteti nuk mund të injorohet më. Dhe ai moment mund të vijë papritur. Një telefonat, një bisedë, një largim, një vërtet që zbulohet. Një trati, një vendim që nuk mund të zhbëhet. Peshku mund të ndihet sikur bota i është shembur. Mund të kaloj ditë duke rikujtuar të kaluarën. Mund të kontrolloj telefonin. Mund të pres një mesazh. Mund të mendoj se ndoshta personi do të kthehet. Por pastaj ngadalë diçka fillon të ndryshoj. Peshku fillon të lodhet duke pritur. Dhe kjo është pikërisht pika e kthesës. Sepse kur një peshk pushon së prituri dikë tjetër, fillon të dëgjoj veten. Për herë të parë pas shumë kohësh. Çfarë dua unë? Ku dua të jetoj? Çfarë dua të bëj? Me kë dua të rri? Çfarë më bën vërtet të lumtur? Këto pyetje mund të duken të thjeshta, por për një person që ka kaluar shumë kohë duke menduar për nevojat e dikujt tjetër, ato mund të jenë revolucionare. Dhe këtu fillon jeta e re. Mund të jetë një ndryshim i vogël në fillim. Peshku fillon të dalë më shumë. Rikthehet e miqt. Fillon të udhëtoj. Ndoshta ndryshon punë. Ndoshta fillon të kursej. Ndoshta zhvendoset në një qytet tjetër. Ndoshta fillon të kujdeset më shumë për veten. Dhe një mëngjes, ndërsa ecën në rrugë, mund të kuptoj diçka që nuk e kishte kuptuar gjatë gjithë kohës. Nuk i mungon më personi. I mungon vetëm versioni i jetës që kishte imagjinuar me të. Dhe këto janë dy gjëra krejt të ndryshme. Kur e kupton këtë, fillon të shërohet. Jo me një herë, jo brenda një nate, por gradualisht. Dhe pastaj mund të vijë një mundësi që nuk do të kishte ardhur kurrë nëse peshku do të kishte qëndruar në të kaluarën. Një punë e re, një udhëtim, një njohje, një projekt, një vend i ri, një person i ri, një jetë e re. Dhe ironia më e madhe është se pikërisht kur peshku pushon së kërkuari dikë që ta plotësoj, mund të takoj dikë që e respekton për atë që është, por shenja e tretë është ndoshta ajo që do ta përjetoj këtë ndryshim në mënyrën më të pazakontë. Është bricjapi. Bricjapi zakonisht shihet si një nga shenjat më të forta. Praktik, i duruar, ambicioz, i përqendruar. Kur të tjerët dorëzohen, bricjapi vazhdon. Kur të tjerët ndryshojnë plan, bricjapi kërkon një mënyrë tjetër. Por pikërisht sepse është kaq i fokusuar te stabiliteti, një humbje mund ta tronditë shumë, sidomos nëse personi që largohet ka qenë pjesë e strukturës së jetës së tij. Bricjapi mund të ketë ndërtuar një të ardhme të tërë mbi një plan. Një shtëpi, një familje, një karrierë, një marrëdhënie, një qytet, një rutinë. Dhe kur një element i rëndësishëm largohet, i gjithë plani mund të fillojë të duket i pakuptim. Për shembull, mund të ketë kaluar 10 vite duke punuar për një qëllim që e kishte imagjinuar bashkë me dikë tjetër. Kur ai person largohet, bricjapi mund të pyesë: për çfarë po e bëj gjithë këtë? Kjo pyetje mund të jetë e dhimbshme, por është edhe e fuqishme, sepse mund ta detyrojë bricjapin të rishkruajë gjithë planin e jetës. Dhe ndonjëherë plani i ri është shumë më i mirë. Mund të shes shtëpinë, mund të ndryshoj qytet, mund të hap një biznes,
Mund të lërë një punë që e ka urryer prej vitesh. Mund të udhëtoj vetëm. Mund të filloj një jetë që më pari dukej shumë e rrezikshme. Dhe kjo është pjesa më interesante. Bricjapi shpesh nuk ndryshon derisa të ketë një arsye të fortë. Ai preferon sigurinë, preferon atë që njeh, preferon të ndërtojë ngadalë, por humbja mund ta detyrojë të rrezikojë. Dhe rreziku mund të jetë pikërisht ajo që i ka munguar. Mund të jetë momenti kur një bricjap, pas shumë vitesh, vendos të mos jetojë më sipas asaj që pritet prej tij. Mund të thotë, kam jetuar mjaftueshëm për të kënaqur të tjerët. Dhe kjo fjali mund të ndryshojë gjithçka. Nuk është e thënë që personi i humbur të zhduket përgjithmonë nga jeta. Ndonjëherë humbja është thjesht një distancë. Ndonjëherë është një ndarje. Ndonjëherë është një ndryshim i marrëdhënies. Por në të gjitha rastet, ajo mund të ndryshojë mënyrën se si ky person e sheh veten. Dhe ky është thelbi i gjithë kësaj periudhe. Jo kush largohet, por kush bëhesh ti pasi ai largohet. Sepse një njeri mund të hyjë në jetën tënde dhe të mësojë si të duash. Një tjetër mund të mësojë si të falësh. Një tjetër mund të mësojë si të luftosh. Por ndonjëherë personi që largohet të mëson diçka edhe më të madhe. Si të jetosh pa të. Dhe kjo nuk është një mësim i lehtë. Mund të ketë net pa gjumë. Mund të ketë ditë kur kujtimet kthehen papritur. Mund të ketë momente kur do të marrësh telefonin për t'i shkruar. Mund të ketë vende që do t'i shmangësh. Këngë që nuk do të mund t'i dëgjosh. Fotografi që nuk do të duash t'i shohësh. Por me kalimin e kohës diçka ndryshon. Kujtimi mbetet, por dhimbja humbet fuqinë. Dhe një ditë, ajo që dikur të shkatëronte, bëhet thjesht një pjesë e historisë tënde. Për akrepin, peshin dhe bricjapin, kjo periudhë mund të jetë një nga ato kthesa që ndahen qartë në dy pjesë. Jeta para humbjes dhe jeta pas saj, por ka edhe një paralajmërim. Mos e kërko me çdo kusht humbjen. Mos u nda nga dikush vetëm sepse mendon se astrologjia ta ka thënë. Mos e interpreto çdo konflikt si shenjë se dikush duhet të largohet. Astrologjia nuk duhet të përdoret për të marrë vendime të pakthyeshme në vend të arsyes dhe komunikimit. Ajo mund të shërbejë si një mënyrë për të reflektuar, për të menduar, për të kuptuar emocionet, por zgjedhjet reale janë gjithmonë në duart tona. Dhe ndoshta mesazhi më i rëndësishëm për këto tre shenja nuk është se do të humbin dikë, është se nëse humbja ndodh, nuk duhet të humbin edhe veten. Sepse ky është gabimi më i madh. Kur largohet dikush që kemi dashur, ndonjëherë përpiqemi të ndjekim pas edhe identitetin ton. Harrojmë kush ishim, harrojmë çfarë donim, harrojmë miqt, harrojmë ëndrat, harrojmë se kishim një jetë para atij personi, por jeta nuk filloi kur e takuam atë, dhe jeta nuk përfundon kur ai largohet. Në fakt, ndonjëherë pikërisht pas një humbjeje fillon pjesa më interesante e historisë, ajo pjesë ku nuk ke më një plan të gatshëm. Ku duhet të vendosësh vetë, ku duhet të mësosh të ecësh pa dikë që të mbante dorën, ku duhet të ndërtosh një rutinë të re, një shtëpi të re emocionale, një version të ri të vetes. Dhe ndoshta pas një kohe do të shikosh pas dhe do të kuptosh se nuk ishe duke humbur jetën, po humbisje një version të saj që kishte mbaruar. Kjo është diferenca. Dhe ndonjëherë fundi një historie nuk është fundi i jetës. Është vetëm momenti kur historia ndryshon drejtim. Për akrepin, peshit dhe bricjapin, kjo mund të jetë pikërisht ajo periudhë. Një derë mbyllet, një person largohet, një plan prishet, një zemër thyhet, por pas gjithë kësaj diku larg nga dhimbja, mund të jetë duke pritur një mundësi që nuk do ta kishit parë kurrë nëse gjithçka do të kishte mbetur njësoj. Dhe ndoshta një ditë, shumë më vonë, kur gjithçka të jetë qetësuar, do të ulesh vetëm dhe do të mendosh për atë moment. Do të kujtosh ditën kur mendove se nuk do të mund të vazhdoje. Do të kujtosh netët kur nuk flije. Do të kujtosh telefonin që kontrolloje vazhdimisht. Do të kujtosh pyetjet pa përgjigje. Dhe pastaj do të shikosh jetën që ke ndërtuar. Ndoshta do të jesh në një qytet tjetër. Ndoshta do të kesh një punë tjetër. Ndoshta do të kesh njerëz të rinj pranë. Ndoshta do të jesh duke bërë diçka që dikur nuk e kishe imagjinuar. Dhe do të kuptosh një të vërtet të thjesht. Ndonjëherë jeta nuk na merr diçka për të na lënë bosh. Ndonjëherë na e heq nga duart sepse duart tona duhet të jenë të lira për të kapur diçka tjetër. Dhe kjo është arsyeja pse humbja, sado e dhimbshme të jetë, nuk duhet gjithmonë parë si fund. Ndonjëherë është një fillim që vjen i maskuar si fund. Një fillim që fillimisht të tremb. Një fillim që nuk e ke kërkuar.
Një fillim që nuk e kupton, por më vonë, kur koha të ketë kaluar, mund të bëhet pikërisht gjëja për të cilën do të jesh më mirënjohës. Sepse ndonjëherë duhet të humbasësh dikë për të gjetur veten, dhe ndonjëherë duhet të largohesh nga një jetë e vjetër që të kesh më në fund guximin të ndërtosh jetën që gjithmonë ke dashur.